Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me kujtesën, merrni këto vitamina dhe do habiteni nga rezultati. Pavarësisht të gjitha këshillave të mjekëve dhe ekspertëve për një dietë sa më të pasur ushqimore, duket se mungesa në vitamina është ende prezente. Këto e pohojnë shumë mjekë të cilët shprehen se pavarësisht larmishmërisë në ushqime, jo të gjithë njerëzit arrijnë që të zgjedhin ato me më shumë vitamina, veçanërisht disa prej tyre të cilat duhet të kufizohen çdo ditë në një mënyrë të vazhdueshme. Ndërkohë, këto vitamina luajnë një rol të rëndësishëm në mbarvajtjen e të gjithë organizmit dhe trurit. Me shfaqjen në shumë sëmundjeve të reja apo në përhapjen e atyre të vjetrave nëpër të gjithë globin, mungesa e tyre padyshim që vihet re. Në këtë video ju do të gjeni të gjithë sasinë e duhur të elementit kyç, i cili ju ndihmon të keni një kujtesë dhe tru më të fortë. Vitamina që ju duhet për shëndetin e trurit quhet kolin ose ndryshe B4 dhe që prej vitit 1998 është renditur si një ndër nutrientët më të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Ajo gjendet me shumicë tek vezët, mishi ose bulmeti, por megjithatë duket se shumë njerëz vuajnë nga mungesa e saj. Kjo vitaminë është njëkohësisht e rëndësishme edhe për funksionimin e mirë të shumë organeve dhe veçanërisht të trurit. Sipas ekspertëve, sistemi juaj nervor e përdor këtë vitaminë duke forcuar kujtesën, humorin dhe lëvizjen e mirë të muskujve, duke e kthyer këtë vitaminë në një ndër më të rëndësishmet për mbajtjen e trurit dhe kujtesën e fortë. Ndërkohë, ja doza e duhur që juve do t'ju duhet çdo ditë për përdorim. Megjithëse mëlçia e prodhon vetë një sasi të caktuar të kolinës, pjesa më e madhe e saj duhet që të merret nga ushqimet. Për këtë rekomandohet konsumimi një sasie të caktuar çdo ditë, të cilën ne do t'ju tregojmë në këtë video. Mjekët prej 20 vjetësh tashmë rekomandojnë në një dozë ditore prej 550 mg në ditë për burrat dhe 425 mg në ditë për gratë. Ndërkohë, kjo dozë rritet për gratë shtatzëna të cilat duhet të marrin deri në 550 mg kolin në ditë. Ndërkohë, marrja e kolinës nëpërmjet ushqimeve nuk është e vështirë, pasi vetëm një vezë përmban 113 mg kolin në çdo kokër. Mjekët gjithashtu rekomandojnë të mos konsumoni më shumë se 3 vezë në ditë, ndaj kolinën ju mund ta merrni edhe nga ushqime të tjera. Sasitë e mëdha të saj ju do t'i gjeni për shembull tek mishi apo tek bulmeti dhe në këtë mënyrë do të keni një dietë shumë të shëndetshme. Kjo vitaminë gjithashtu funksionon si një kur parandaluese kundër plagjes së trurit apo sëmundjes së Alzheimer dhe dementia. Nëse merrni dozat e parashikuara nga mjekët, kolina do të funksionojë si një mbrojtëse për qelizat dhe neuronet e trurit. Në këtë mënyrë ju do të keni një kujtesë më të fortë dhe njëkohësisht tru më të shëndetshëm. Truri është një makineri e fuqishme. Ai kontrollon çdo gjë, lëvizjet, mendimet, ndjenjat dhe reagimet me një shpejtësi marramëndëse. Truri është gjatë gjithë kohës në punë edhe kur jeni në gjumë. Kjo e bën trurin organin më energjidashës për në të gjithë organizmin. Truri zë 2% të peshës së trupit, por ama konsumohen më shumë se 20% të kalorive që marrim çdo ditë. Ndërkohë, sipas ekspertëve thënë shkurt, truri ka nevojë për ushqim, por ushqimi duhet që të jetë sa më cilësor dhe njëkohësisht i denjë për të. Ekspertët rekomandojnë disa ushqime bimore të cilat frymëzojnë, ushqejnë dhe plotësojnë trurin dhe njëkohësisht funksionet e tij.
Avokado. Avokado shton qarkullimin e gjakut në tru, ul kolesterolin dhe njëkohësisht përmirëson përthithjen e antioksiduesve. Avokado përmban antioksidant dhe vitaminë E, cila e mbron trurin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Avokado është një burim i mirë kaliumi dhe vitamine K. Të dyja janë thelbësore kundër goditjes në tru. Boronica. Boronica është plot e fuqishme fal antioksidantëve që përmban. Këto substanca e mbrojnë trurin nga dëmi oksidues dhe stresi që shkaktojnë plakjen e parakoshme, sëmundja Alzheimeri dhe skleroza. Flavonoidët të cilët gjenden tek boronica përmirësojnë komunikimin mes nervave, përmirësojnë kujtesën, aftësinë të mësuarit, kuptuarit, arsyetuarit, vendimarrjes, shprehisë dhe aftësisë numerike. Frutat e tjera të pyllit me ngjyrë të errët janë të mira po ashtu për trurin. Ndërto ne mund të veçojmë anaferrën dhe kokrat goxhi. Brokoli. Brokoli gjithashtu është një ushqim i jashtëzakonshëm për të gjithë trupin. Ai është i pasur me kalcium, vitaminë C dhe B, beta-karoten, hekur, fibër dhe vitaminë K. Këto ushqyese mbrojnë trurin dhe trupin nga radikalet e lira. Ato përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe largojnë metalet e rënda që dëmtojnë trurin. Ndërkohë, mund të konsumoni çokoladën e zezë. Flavonoidët të cilat gjenden tek çokolada e zezë përmirësojnë funksionet e enëve të gjakut të cilat janë thelbësore për funksionet e trurit dhe për kujtesën në përgjithësi. Për më tepër, çokolada përmirëson humorin, ul dhimbje dhe përmban shumë antioksidues. Arrat, arrorët, veçanërisht bajamet dhe farat, janë teje të mira për trurin dhe sistemin nervor. Arrat dhe bajamet janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3 dhe njëkohësisht omega 6 dhe vitaminës E. Kjo e fundit parandalon disa lloje të sëmundjes së sklerozës, duke e mbrojtur trurin tuaj nga radikalet e lira dhe duke përmirësuar kështu aftësitë e tij. Rozmarina. Rozmarina përmirëson kujtesën dhe aftësinë e trurit vetëm me aromën e saj. Ajo përmirëson qarkullimin e gjakut në trup, humorin dhe shërben si antioksidant. Rozmarina është fantastike në detoksifikimin e trupit, jep energji dhe lufton shenjat e moshës. Spinaci. Spinaci mundet që të parandalojë dhe njëkohësisht të vonojë shfaqjen e sklerozës. Ushqyesit që përmban ai mund të parandalojnë dëmet e shkaktuara në ADN-n ton, por edhe të ngadalsojnë shenjat e moshës në tru. Spinaci është një burim i shkëlqyer dhe i lartë i vitaminës K. Ndërkohë, mund të konsumoni edhe farat e lules së diellit. Farat e lules së diellit dhe farat e tjera si ato të kungullit përmbajnë një sasi të lartë proteinash, acide yndyrore omega 3 dhe vitamina B. Këto fara përmbajnë triptofan të cilin organizmi e transformon në serotonin e nevojshme për një humor sa më të mirë dhe kundër depresionit. Filizat e njom të këtyre farave janë akoma dhe më të shëndetshme. Drithrat e plota. Drithrat e plota janë të pasura me karbohidrate të thjeshta dhe komplekse, fibër dhe disa acide yndyrore omega 3 në mënyrë që e mbrojnë në zemrën dhe trurin nga dëmet e shkaktuara nga sheqeri, kolesteroli dhe mpiksja e gjakut. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.